Në janar të vitit 2026, marrëdhëniet përmirësohen ndjeshëm për disa shenja të horoskopit, pasi ato marrin një natyrë më serioze dhe gjejnë një ekuilibër midis kimisë dhe gjykimit të shëndosh. Jemi në sezonin e Brecjapit, një shenjë thellësisht e përkushtuar, kështu që marrëdhëniet afatshkurtra ose flirtet janë më pak të mundshme në javën e vijim. Kjo periudhë ka të bëjë me atë që ja vlen dhe magjinë e një marrëdhënie të shëndetshme. Gaforia. Po e ktheni vëmendjen tuaj te kuptimi i dashurisë së vërtetë. Po hyni në një periudhë lumturie të mundshme romantike. Do të përjetoni një trazirë të konsiderueshme në marrëdhëniet tuaja ndërsa fillon viti 2026 dhe do të shihni përmirësime. Energjia Brecjapit sjell marrëdhënie të reja dhe ju mëson vlerën e dashurisë së vërtetë. Me 5 planete përfshir Venusin në shtëpinë tuaj të jetës romantike, vëmendja juaj është e përqendruar vetëm në përvojat tuaja emocionale. Ushtojeni vëmendje të veçantë nga mesi i janarit kur hëna e re në Brecjap arrin kulmin e saj dhe do ta shihni këtë energji të jap fryte. Ky është një fillim i ri që është i përkushtuar, serioz dhe nderon llojin e marrëdhënies që meritoni. Peshorja. Mëson të mprosh veten në mënyra që nuk i ke bërë më parë. E kupton që kufit janë të rëndësishëm dhe nuk ke pse të pranosh çdo dashuri që të del përpara. Energjia e Brecjapit dhe Ujorit në javët e ardhshme sjell një fazë lumturie familjare dhe romantike, duke të dhënë mundësinë të takosh njerëz të rinj ose të përmirësosh marrëdhënien tënde.